s'është folur kurrë dhe nuk është as nga ato kriteret që diskutohet kur flitet për gjithë këto blerje pronash, për gjithë këto shtëpi të reja, ndërkohë çfarë ka nëpër ato dreq rubinetash, do e flasim në këtë mëngjes. Kam një specialist të mjedisi, këto që kemi dërguar jashtë për specializime dhe kemi rikthyer për të kontribuar për atë dhe unë siç është Alicia Heri, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Do të kemi pas pak edhe një aktivist si Andi Tepelena, njëri që e do qytetit dhe fatmirësisht është shprehur shumë dhe shpesh për të. Andi, mirëmëngjes. Nuk e di se më dëgjon, po si të qoftë përshëndetja mbetet. Alicia, fillojmë pak me ty. Kam përshtypjen këto kohët e mungesës së ujit, njerëzit le të themi kanë bërë një lloj kompromisi. Dakord, le të jetë i turbullt dhe i piset, po boll të kemi pak ujë. Unë do doja nga ty një raport si specialiste për çfarë ka vërtet në depozitat e shqiptarëve, në rubinetat e shqiptarëve. Atëherë, ky projekt që neve aktualisht po zbatojmë është një projekt i cili mori në monitorim 14 rezervuar dhe liçene, gjithashtu edhe një kanal ujitës. Aktualisht dhe fatkeqësisht në këto gjetje që ne dhe këto analiza që ne kryem fiziko-kimike po ashtu dhe bakteriologjike, shifrat ishin realisht goxha të dobta. Çfarë do të dobta? Të dobta në kuptimin që bakteriologjikisht ishin të gjitha me një ngarkesë. Të pasura pra, jo të dobta. Okej, të pasura bakteriologjikisht, që do të thotë kishin prani të disa baktereve, Escherichia coli, Enterokok dhe normalisht që ndikimi është tepër i madh. Gjithë këto për prerje barku. Gjithë lista e baktereve që Okej. Të gjitha. Duke përjashtuar vetëm një rezervuar i cili ndodhej në Rubjek, i cili është i përdorur për ujitje. Por duhet kemi parasysh diçka, edhe pse kemi një ndarje. Në gjithë po, në 14 trupa ujor që ne morëm në monitorim. Po. Vetëm një në Rubjek. Në Rubjek, i cili jo. Nuk ishte shumë larg. Jo, nuk ishte shumë larg. Ishte një rezervuar i përdorur për peshkim. Okej, po si kishte shpëtuar nga gjithë bakteret? Ndoshta sepse është pak më larg zonës së banuar. Do të thonë ku ka njerëz ka baktere praktikisht. Sepse urat e ndotur urban derdhen aty, urat e zeza. Në të gjithë rezervuarët që ne morëm në monitorim. Kjo ishte pak a shumë gjetja jonë dhe kjo ishte dhe shqetësimi banorëve, sepse ata ishin të vetëdijshëm që këto rezervuar janë për ujë të pishëm apo vetëm për vatditin? Për ujë të pishëm është vetëm rezervuari i Bovillës. Ose liçeni i Bovillës, i quajtur ndryshe. Të tjerët janë kryesisht për ujitje, për rekreacion, për energji elektrike, siç kemi Vaun e Dejës, liçeni i Shkodrës. Po prapë edhe këto plot me Po, edhe këto kishin ngarkesa bakteriologjike. Çfarë do të thotë kjo për shëndetin e qytetarëve? Dhe mbi të gjitha, nëse edhe Bovilla është plot me baktere për qytetin kryesor të Shqipërisë. Atëherë Bovilla duhet ta marrim në një aspekt që Bovilla është përdorur kryesisht për ujë të pishëm dhe furnizon rreth 75% të mos gaboj të qytetit të Tiranës. Nuk do të thotë se ky ujë vjen direkt në rubinetat tanë. Ai kalon në një implant trajtimi që ndodhet po në afërsi të rezervuarit. Është në pronësi të ujësisë kanalizive Tiranë. Por përsëri ngarkesa bakteriologjike e bën shumë të vështirë pjesën e trajtimit të tij, sepse ngarkesa nuk filtrohet 100%, domethënë. Duhet të filtrohet, por e bën të vështirë sepse ngarkesa është shumë e lartë. Ngarkesa bakteriologjike është e lartë dhe procesi i trajtimit të këtij uji është i vështirë. Se sa kryhet apo jo? Është akoma. Mos ma lër kështu tani, s'mund të ma lësh evazive. Sa kryhet? Në informacionit dhe në djeni që ne kemi kryhet një trajtimi i ujit, por është Instituti Shëndet Publik ai i cili kryen monitorimin e këtij uji pas trajtimit. Nuk mund të më tregosh politikisht korrekte në momentin më decisiv, Alicia. Atëherë, ne kemi ujin përpara trajtimit, i cili është shumë i ngarkuar. Po ta bëj ndryshe pyetjen. Ti pi ujë nga rubineti? Jo. Okej, faleminderit për përgjigjen. Andi Tepelena, pyetja është e thjeshtë. E kemi të provuar, jo vetëm të nuhatur dhe shijuar, që uji është praktikisht vrasës. Në ato raste kur kemi ujë, se përgjithsisht edhe nuk kemi ujë. Ka ndonjë lloj lajthitje kombëtare këtu që nuk na bën përshtypje një fakt i tillë? Pyetje drejt, Flavio. Çiko, ana tekniko-bakteriologjike në të specialistëve se është me ekspertë se po, por nga kontaktet që kam pasur me
komunitetet në zona ku janë bërë monitorime e ujrave, unë mund të them me shumë përgjithësi këtu që situata nuk është alarmante, është kërcënuese për shëndetin e njerëzve, shëndetin e shqiptarëve. Ne kemi të bëjmë me ujra që janë me 10 me 100 herë mbi nivelin e pranueshëm të normave të Bashkimit Evropian. Domethënë, nuk flitet vetëm për ujra që përdoren për rekreacion, quhet. Dhe ajo është alarmante, se njerëzit lahen, si që kjo trekaloni këtu që u bë te farka, ndërkohë ata sportistët e shkret nuk e dinin se ku po laçin, sepse aty normalisht do të ishte vendosur, do të ishte ndaluar rreptësisht larja e tyre. Në park, qenë artificial. Pra kemi të bëjmë me nivele ndotje, kryesisht fekale dhe derdhje të mbetjeve urbane, domethënë që këtu duhet vënë shiriti, Flavio. Duhet vënë shiriti, kam seriozisht kjo. Do të rrethohen liçenet, do të rrethohen rezervuaret. Nuk do të afrohen, do të krijohen zona buferike. Dhe masi do kërkoj, jo muaj, mund kërkoj edhe vite kjo gjë. Mjaft shikosh raportin e Bashkimit Evropian, përsa i përket nivelit të mjedisit të Shqipërisë. Dhe kapitulli 7 është një nga kapitulli më sfidues për Shqipërinë. Të them me përgjithësi plot. Nuk është vetëm çështja e demokracisë e shtetit ligjor, por kapitulli të mjedisit do jetë më sfidues për çdo qeveri që do vijë. Sepse kemi të bëjmë me shëndetin e njerëzve, me shëndetin publik të njerëzve. Ujrat duket sikur janë larg nga syri në zona rurale, por fatikisht me ato ujra batiten tokat bujqësore, të cilat shkojnë në shëndetin, në trupin e njeriu. Pra kemi të bëjmë me sigurinë ushqimore në fund fundit. Kjo duhet bëhet e qartë njëherë në një. Dhe ne kemi bërë një skanim të gjithë situatës të ujrave aty ku shteti nuk ka bërë monitorimin. Dhe kjo do ndodhi. Ne do rikthehemi prapë aty, dhe do tregojmë se kjo propaganda që po bëhet me hapjen e kapitullit dhe mbytjen e kapitullit në 26 e 27 kur premton Rama është një bullshit. Është një propagandë që nuk as peshqit që dotojnë në këto ujra nuk e hajnë, sepse është vërtet alarmante deri kërcënuese niveli i ndotjes së ujrave rural në zonat urbane kudo kemi qenë, në rezervuare në lumen. Dhe këto ujra përdoren edhe për vaditje. Dhe çfarë kemi bërë? Kemi konstatuar se ndonjëherë mungojnë dhe gjërat më elementare bazike. Bashkinë nuk vjen disa kosha plerash. Pra ku ishim në një rezervuar që përdoret edhe për peshkim dhe për vaditje diku nga Hamave, s'm kujtohet tash mirë emrin. Aty bashkia nuk vende 5 kosha dhe plerat ishin lidhur me rezervuaret, të cilat pastaj shkojnë në rezervuar. Domethënë, edhe në Bovid, në rastin e Bovidës, ku shkohet për turizëm, ka shumë të huaj, plotësh me të huaj, aty shkojmë dhe ne për turizëm. Aty ngritëm alarmin që mungojnë 3 kosha plerash, që mos lidhen tek uji i pishëm i Bovidës. Mbas ngritëm alarmin në media sociale, atëherë vrapuan gjithë vend ca kosha plerash. Po pse më kështu do bëjmë gjithmonë? Do shkojmë të monitorojmë me dron, do shkojmë të monitorojmë tuça, ato që do të bëjë shteti, që do të bëjnë gjithë ata agjencitë punësore aty, nuk e di se çfarë bën nga mjesit deri në darkët, deri në orarin e punës. Ky është roli i shtetit, monitorimi i gjendjes së ujrave i mjedisit në tërësi. Ka agjencia për mjedisin, për ujrat e për këtë, për atë, nuk e di se çfarë bën. Në këtë aspekt unë them që kjo situata e ujrave është një pasqyrë e qartë e mos përgjegjësisë nga institucionet që kanë për detyrë të mbrojnë jetën tonë. Dështimi i shtetit quhet me ujrave në aspektin estetik, por për sigurinë tonë. Andi një pyetje personale. Ushqimore, sepse ato ujra përdoren për peshkim, përdoren për vaditje e tjera. Pranë komunitete ka një shqetësim të madh, domethënë sepse nuk është prezent dora e shtetit, domethënë ti do të marrë matës. Janë kanalizimet, janë mbetjet urbane, domethënë dhe pesticidet që përdoren pranë këtyre rezervuareve apo liçeneve janë të nivelit shumë të lartë. Pra përdoren pesticide në tokat bujqësore që janë afër rezervuareve. Pastaj këto kullojnë dhe përfundojnë në ujra. Kështu që ne të harrojmë që do kemi një treg të hapur për Bashkimin Evropian të produkteve ushqimore, pra aq kohë sa niveli i ndotjes së ujrave është kyçërës. Tani, para se të kaloj të pyetje teknike, Andi, nuk e di nëse më dëgjon, para se të kaloj të pyetje teknike me Alisian, çështja është pasi u more me këtë projekt, kur të pyetën miqt apo familjarët e tu, çfarë i the për çështjen e ujit dhe a pati një ndikim te ty personalisht? Te mënyra se si përdor ujin e shtëpisë dhe trubinetit?
Atë se shqetësimi kryesor njerëzve është uji I pishëm dhe me të drejtë, domethënë, sepse fund fare ne pagojmë dhe një faturë, jo pak, por edhe të kripur për ujin e pishëm. Megjithatë nuk quhet as uji I pishëm, është uji I papishëm, që dhe din para mirë këtë fakt. Sepse normalisht po pagonim këtë faturë që pagojmë, do të ishte uji I pishëm. Dhe ne vazhdojmë të konsumojmë ujin që blejmë poshtë maketeve tona dhe ka një kosto të jashtëzakonshme në buxhetin familjar, pensojmë diku te 50-60.000 lekë të vjetra për ujë, vazhdojmë. Ndërkohë, shpëtojmë nga uji I pishëm për ndotim mjedisin prapë me shishe plastike. Dhe ne do vazhdojmë për aq kohë sa nuk do ketë vërtet masa emergjente, masa e forta për bovidën kryesisht. Pra, aty ka një impiant të trajtimit të ujrave, por është I pamjaftueshëm. Pra duhet të gjithë zona duhet të monitorohet me rreptësi edhe mos lejohet dhe një të bëhet turizëm nëse këto vërtet kërcënojnë jetën, shëndetin tonë. Kështu që unë familjarëve ja kam thënë, më mirë të jemi të qartë, edhe pse duket alarmante, toni me çitën flasun, po e tillë është situata, që njerëzit bëhen vetëdijshëm për këtë gjë. Sepse uji është çështje etike, të cilët pastaj do e vuajnë gjithë jetën. Ne edhe brezat e ardhshëm. A kjo fillon tash një punë urgjente për ne, po edhe për brezat e ardhshëm, sepse uji që të përmirësohet cilësia e ujit kërkon dhe vite. Nuk është diçka e shpejtë se po e pastrojmë. Pastrimi I ujave kërkon vërtet një teknologji edhe vite që të pastrohet. Ndaj po them edhe për brezat e ardhshëm. Normalisht ja një sekondë, do vite ty. Te Pelena do vite ty. Se me za duket as për nesër. Më ndihmo mekanikisht regjia. Ndërkohë Alicia, tani ta bëj pak më të qartë për ata që po na ndjekin dhe kam nevojë për një shpjegim ndoshta teknik. Ne na gënjen mendja që e blejmë ujin. E përdorim atë me shishe në shtresa mesme lart. Po ndërkohë për çdo gjë tjetër përdorim ujin e shtëpisë, të robinetit kur lajemi, kur lajm ushqimet që ham, kur nuk e di, lajm dhëmbët, aty e zbulojmë për shembull sa shihet keq ka vërtet uji. Në të gjitha këto raste, a e mbartim ne këtë ngarkesë bakteriale në trupin ton? Pra do na duhet fillojmë. Kjo kërkon një ndërhyrje në fakt të institucioneve për atë ujë që na vjen. Para se të arrim aty. Ky ujë që vjen, që e dim tani që është me baktere, mos t'i vim rrotull. Kur në kaq mënyrë sa po e prekim, ka ndikim ngarkesa e vet bakteriale te ne? Po, normalisht që ka. Kështu që I ham edhe kur se pim kështu drejt për drejt. Është po. Si në pjesën kur një individ ka kontakt drejt për drejt me ujin, ose edhe në pjesën e larjes, përdorimit në shtëpi, por dhe të pjesa e frutaperimeve, sepse frutaterimet vinë në tryezat tona. Sa do të lahen ose të pastrohen, përsëri ato janë brenda, sepse shumica e të gjithë rezervuarëve në Shqipëri përdoren për ujitje. Pothuajse të gjithë rezervuarët. Pak nga ata kanë kaluar në pjesën pastër, ata kanë marrë ngarkesë që kur po sepse ato janë ujitur nga një ujë I ndotur. Domethënë vetë sektori I ujit është I lidhur në shumë drejtime, jo vetëm në bujqësi. S'ka që mos ki keqardhje ti qëndroj fakteve shkencore, mos se e shoh që ke një lloj impresionimi kështu. Ç'pun ketit ne jemi mësuar ku na bën gjë më E. coli edhe dizenteria. Jo, si është ngarkesa bakteriologjike dhe është e lartë, por gjithashtu duhet të kemi diçka, duhet të kemi diçka parasysh, sepse sektori I ujit prek të gjitha. Na prek ne si konsumator të frutaperimeve, na prek ne si konsumator të ujit drejt për drejt në shtëpitë tona, na prek ne si turist, se ne shkojmë në plazhe, në rezervuar, në liçene. Thuajse liçeni artificial I Tiranës është thuajse për ditë I mbushur plot me. Nëse liçeni artificial I Tiranës është si WC e hapur po. Sidomos tani që I ka dalë ajo njolla jeshile me atë erën e tmeshme. Po mua më pëlqejnë ata që peshkojnë te liçeni I Tiranës. Ata jam kurioz se ç'a lloj. Ajo është akoma më e frikshme. Sepse edhe peshku që konsumojmë, që dolet të kjo, dhe peshku që konsumojmë mbart atë ngarkesën bakteriologjike. Kështu që më mirë ato të ngrirat që vijnë nga Panamaja. Praktikisht. E kuptoj. Sa nëse fillojmë sot, u të shmënd, ku digjo, ministri, kryeministri, ky drejtori UKT-s dhe thot qytetarët e Tiranës të pinë ujë të pastër. Sa larg në kohë dhe në lek dhe në vullnet qytetar dhe politik jemi nga dita që të kemi ujë të pastër të konsumueshëm?
është shumë, sepse mendoj që Shqipëria do shumë punë në këtë sektor. Ka nevojë për disa... A që ke që kemi në vëndi numër 2 për burimi hidrike në botë? Jo, është goxha ke, sepse për shumë, po të marrë një rast shumë të thjesht të një liçeni që ndodhet në afërsi të vetëm 5 minuta larg liçenit të Belshit. Është një liçeni Tafanëve, quhet nga banorët e zonës, nuk ka një emër specifik në Maps, por nga zona, nga banorët quhet liçeni Tafanëve. Për mua situata atje është e tmerrshme, duke qenë sepse ka dhe shumë banorë rreth e qark që jetojnë, sepse pak a shumë koncepti kështu ka qenë në Shqipëri, që banorët jetojnë afër zonë, afër një rezervuari, sepse aty është ujë, një burim ujë. Po, është metodë mira vjeçare kjo. Po. Situata është e frikshme. Aroma është e tmerrshme, ngarkesa bakteriologjike është shumë e lartë, sepse ne promovojmë Belshin për një numër të madh turistësh që e vizitojnë. Por në afërsi të tij është ky liçen që vërtet është situata është alarmante. Banorët e dinë që ujat e zeza derdhen aty, banorët e dinë që... Po edhe lanë, sa harrojnë. Jo, duhet të themi që banorët janë ndërgjegjësuar që situata është alarmante. E di atë barcaletën me shitsin? E di barcaletën me shitsin e mandarinave ti? Është një barcalet që do të ta tregoj Andi te Pelena, që i bënte ca gjëra ky se varet do e hanin njerëzit, po dikur s'po ecte shitja dhe filloi të jante një nga një dhe i fshinte pak kështu, në fund fare tha varet se imja është edhe nuk e themi dot se është çika e rënd për mëngjes. Andi, a mos ndoshta është momenti për një kthjellim kombëtar për këtë ujë të turbullt? Shiko, duhet qartësoj një ujërat politik këta, ne flasim shpesh duke pak si batuta ngjesi këto, por duhet një është prioritetesh domethënë. Nëse Rama i vë prioritet identitetit digital, përpara çështjeve tona jetike që kanë bënë me sigurinë, shëndetit, sigurinë ushqimore, sigurinë publike, e gjithë kjo propaganda është kthehet qesharake dhe groteske. Ne mos harrojmë se kemi 70% është ujë. Atë çdo flasim me Rama, çdo flasim për identitet ujor, do flasim 2027 që mendon mbyllë kapitullin. Pra është si domethënë këtu duhet të ne do puna jonë është të stresojmë institucionet, pa që janë institucione përgjithëse këtë gjë. Pra do ta bëjmë. Nuk e kam Andin për shkak të lidhjes internetit. Alicia, pyetja e fundit për ty. Dikur një kolegja jote nga këto që ishte në borderon në bashkisë, mos u ankone shumë për ujin, tha se të smur pak, po nuk të vdes. Për ty të smur dhe nuk të vdes, apo? Jo, të gjithë do smuremi një ditë nga ky ujë, të gjithë do mbartim Escherichia coli, që është një bakter që është shumë i vështirë të largohet nga trupi njeriu dhe do trajtime ilaçe shumë të specifike për të larguar nga trupi njeriu, kështu që jo, nuk jam dakord me atë shprehje. Shqyqyna shpëton rakia apo s'ka lidhje? Jo, Dezinfektim ndaj Escherichia coli. Në prandaj të parët tanë esëll në mëngjes? Ndoshta, po ujë ka qenë më i pastër mendoj, nuk. E vërtet edhe kjo. Po. S'pas kemi shpëtim, domethënë. Dakor, mund të jetë edhe ky realitetin e jemi detyruar të mos ta ëmbëlsojmë dhe të mos i vëmë filtra roz. Faleminderit Alicia, do i themi faleminderit edhe Andit Tepelenës. Mirupafshim, faleminderit Tavio. Le të shpresojmë që herës tjetër që të takohemi me Andit ta bëjmë gëzuar me një gotë ujë ndonjëherë të pishëm. Mbyllim këtu miq të dashur këtë temë, do të rikthehemi me të tjera zhvillime, sigurisht pas publicitetit, qëndroni me ne dhe tani që do jemi në reklama, se mos pini ujë se ju humba si shikues, ju përgjigj.